Në burgu në rrugën Ali Demi në Tiranë, vuajnë dënimin 88 gra, të cilat e kalojnë ditën me aktivitetet të ndryshme edukuese. Drejtoresha e burgut, Irena Çelaj, në një intervistë për ATSH-n, tregon vëmendjen e institucionit për gratë e izoluara. 50% e tyre janë në nivel të vrasjes, disa tjetër për vepra të ndryshme, siç është mashtrimi, prostitucioni. Institucioni kujdeset shumë për këtë pjesë dhe pothuajse gjatë gjithë kohës ato janë të angazhuar me aktivitete të ndryshme sociale, që janë kurse profesionale, janë grupe të ndryshme trajtimi që kanë stafi psikosocial, psikologë dhe punës social. Momentalisht kemi kurset të kompjuterit, anglishtes, shumë shpejt do fillojmë kursin e babysitter, të sekretarisë, kursin e luleshtarisë, ne ndërtojmë në kuadër një projekti spanjoll, një ser lulesh në ambjentet e institucionet që do shërbejë si ambjent kualifikimi për këto gra. Certifikatat jepen nga Ministria e Punës, që do të thotë do i shërbejnë atyre dhe pas përfundimit të dënimit. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka bërë një kërkesë për falje për një pjesë të grave pranë institucionit të presidentit. Këtyre grave u kanë mbetur shumë pak muaj për të vuajtur nga dënimi që kanë marrë me formë të prerë nga gjykata. Burgjeve, drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve ka bërë një kërkesë për falje pranë institucionit të presidentit për një pjesë të grave. Të gjitha ato gra që nuk nga lidhje familjare nuk ishin arritur dot të bënin kërkesën pranë presidentit për falje. Dokumentacioni është siguruar nga ne, nga institucioni, nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe gratë presin me shpresë që mund të ketë falje.